Adelina Ismaili është një nga emrat më të njohur të muzikës në Kosovë, por së fundmi është vënë në qendër të kritikave, sepse të jesh këngëtare e mirë nuk të bën automatikisht edhe një njeri të mirë dhe me zemër të madhe. Ky është përfundimi në të cilën kanë arritur koleget e saj dhe që e kanë etiketuar si një këngëtare të pandjeshme. Çdo gjë mori shkas nga ndarja nga jeta e Shpat Kasapit. Detaje që nuk dieshin i ka zbuluar këngëtarja Adelina Tahiri, e cila ka reaguar ashpër ndaj koleges së saj, Adelina Ismaili. Mollsherri mes dy këngëtarëve është bërë koncerti Adelina Ismailit, që u mbajt pikërisht në ditën kur u bë publike lajmi që Shpat Kasapi ka ndërruar jetë. Tahiri u shpreh i ndinjuar nga fakti që gjatë performancës së saj, Adelina Ismaili nuk gjeti një minutë kohë për të nderuar kujtimin e kolegut të ndjer, qoftë edhe simbolikisht. Ajo tha: "Unë e përgëzoj për arritjet, sukseset dhe çdo gjë Adelina Ismailin, por në atë koncert është dashur me mbajtë të paktën një minutë heshtje ose një fjalim i shkurtër. Nuk po them të anulonte koncertin, por të paktën një mesazh ose një minutë heshtje mund ta banin të gjithë në shenjë respekti." Kritika saj u ashpërsua më tej kur e cilësoi këtë mungesë reagimi si diçka e papranueshme moralisht për një artiste të atij niveli. E mjerueshme që ajo nuk e ka kujtuar fare Shpatin. Ndryshe nga Adelina Ismaili, Sinan Hoxha në koncertin e tij atë ditë i ka kërkuar të gjithë njerëzve që ishin të pranishëm të mbanin një minutë heshtje për mikun e tij dhe ka dhënë njëkohësisht një mesazh zemre për Shpatin. Kjo situatë ka hapur një debat në rrjet për etikën dhe solidaritetin mes artistëve në momente zije. Ndërkohë, nga ana e saj Adelina Ismaili ende nuk ka patur ndonjë reagim publik lidhur me këto kritika që i ka bërë kolegja e saj, Adelina Tahiri. Në debatin publik që ka nisur midis dy këngëtarëve, ju si mendoni, në këtë rast, kush ka të drejtë, Adelina Ismaili apo Adelina Tahiri? Për më shumë, mund të na lini komentet poshtë videos.